Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Këtë fjali e kam mbajtur brenda vetes për vite me radhë si një gur që më rëndonte në gjok sa herë merja frym. Unë quhem Elena dhe kjo është historia ime. U rrita në një shtëpi të vogël me mure të çara dhe heshtje që fliste më shumë se fjalët. Mamaja ime Albana ishte gjithçka që kisha, ose të paktën kështu mendoja. Babai ishte larguar herët dhe jeta jon ishte kthyer në një luftë të përditshme me varfërinë. Albana punonte her pas here, por parat nuk mjaftonin kurrë. Shpesh e gjeja duke qarë fshehurazi në kuzhinë dhe duke menduar se nuk e shihja. Unë isha 16 vjeçe me ëndra të thjeshta. Të mbaroja shkollën, të bëhesha diçka më shumë se frika që na rrethonte. I besoja mamas time pa kushte. Ishte njeriu që duhej të më mbronte nga e keqja në botë. Një mbrëmje, ndërsa lidha flokët para pasqyre thyer, ndjeva një shqetësim që nuk po më linte rehat. Duart më dridheshin lehtë. Zgjodha një fustan të thjeshtë, atë që Albana më kishte bler muaj më parë dhe që e ruaja për ditë të veçanta. Nuk i dija pse, por diçka më thoshte se kjo nuk ishte një ditë si gjithë të tjerat. Dolëm nga shtëpia pa folur. Rruga ishte e qetë, dritat e zbeta të llampave rrugore krijonin një hije të gjata që na ndiqnin pas. Ecja një hap pas mamas time dhe vështroja shpinën e saj të përkulur. Doja t'i kapja dorën si dikur kur isha më e vogël, por ajo i mbante duart e fshehura në xhepa. Distanca mes nesh më dukej më e madhe se kurrë. U ndalëm para një ndërtese që nuk e kisha parë më herët. Dritaret ishin të errta, dera e rëndë. Albana hezitoi për një çast para se të trokas. Aty e pash për herë të parë frikën në fytyrën e saj, ose ndoshta ishte diçka tjetër. Diçka më e rëndë se frika. Kur dera u hap, ajri mu duk më i ftohtë. Brenda kishte zëra të ulët, të panjohur. Unë u shtrëngova pas vetes time duke u përpjekur të dukesha e fortë. Albana foli pak, shumë pak. Fjalët e saj ishin të thata, si të mësuara përmendësh. Askush nuk më shikonte si njëri. Ndihesha sikur isha bërë e padukshme, ose më keq, një send që kalonte nga një dorë në tjetrën. Në një moment kërkova sytë e mamas time. Doja vetëm një shenjë, një lëvizje, një fjalë që të më thoshte se gjithçka ishte keq kuptim. Por ajo shmangu shikimin tim. Atëherë kuptova se diçka kishte shkuar tmerrsisht keq. Zemra më rikthte aq fort sa më dukej sikur të gjithë mund ta dëgjonin. Koha humbi kuptimin. Çdo minutë më dukej si orë. Mendja ime u mbush me pyetje pa përgjigje. Pse jam këtu? Çfarë po ndodh? Pse mami nuk po më mbron? Ndihesha e vogël, e pambrojtur dhe e tradhtuar. Frika u kthye në një mjegull të dendur që më mbështolli. Në një çast, gjithçka brenda meje u rebelua. Trupi im dridhej, por mendja më thoshte se nuk duhej të dorëzohesha. Nuk e di nga merr e forcë, por e di se ishte instikti për të mbijetuar. Dikush vuri re gjendjen time. Një zë u ngrit, një derë u hap, gjërat nuk shkuan siç ishin menduar. Kur dola prej andej, ajri i natës më goditi fytyrën si një shpëtim i dhimbshëm. Po qaja, por isha gjallë. Nuk ktheva kokën pas, nuk doja të shija Albanën. Në atë moment, nuk ishte më nëna ime, ishte njeriu që kishte zgjedhur të më shiste. Ditët që pasuan ishin shumë të mjegullta. U gjenda në vende të huaja me njerëz që përpiqeshin të më flisnin butë, por fjalët e tyre më dukeshin të largëta. Trupi im ishte aty, por shpirti sikur kishte mbetur diku në atë ndërtesë të errët. Çdo natë zgjohem nga gjumi me të njëjtin mendim. Si munda t'i besoja? Më mungonte nëna ime, jo Albana siç ishte bërë, por Albana që mendoja se kisha pasur. Ajo që më përqafonte kur isha e vogël, që më thoshte se bota ishte e rrezikshme, por ajo do të ishte gjithmonë aty për të më mbrojtur. Tani e kuptoja se ndonjëherë rreziku vjen nga vendi ku ndihesh më e sigurt. Me kalimin e kohës, fillova të flas. Fillimisht me zë të ulët, pastaj më fort.
Çdo fjalë ishte një hap larg asaj nate. Nuk ishte e lehtë. Kishte ditë kur doja të zhdukesha, të mos ndjeja asnjë gjë. Por kishte edhe ditë kur ndjeja se po rimerja veten. Albana nuk ishte më pjesë e jetës time. Emri i saj më dhëmbte, por nuk më sundonte më. Po mësoja të ndërtoja një jetë me copa të thyera, duke i kthyer ato në diçka të re. Nuk isha më ajo vajza që veshi një fustan të bukur dhe shkoi ushqit diku për disa lek. Tani e dija se sa e shtrenjtë isha, sa i vyer ishte besimi dhe sa e fortë mund të bëhet një person kur i merret çdo gjë.